Fillimisht po duam unal doktor Blerim kur po themi na sistemit edhe smundjet e sistemit nervor qendror, çka përfshihet në këto, sepse nuk është vetëm një sklerozë multiple aty. Sistemi nervor qendror është truri dhe palca e kurizit. Do thotë janë dy struktura kryesore dhe të vetme që e përbëjnë sistemin nervor qendror dhe ato i dim të gjithë besoj se ku ndodhen. Dhe ky sistem nervor qendror, ky tru dhe kjo palca e kurizit është prej e shumë smundjeve që zhvillohen me mekanizma të ndryshëm dhe japin një variacion dhe një lloj-llojshmëri të madhe të simptomave që determinojnë pastaj edhe qasjen, diagnostikimin dhe mënyrën e trajtimit. Ndoshta gjitha smundjet që e prekin sistemin nervor qendror mund t'i kategorizojmë në 5-6 grupe shumë të mëdha, ku në një grup të madh mund t'i vendosim kokdhimbjet, të cilët sigurisht janë smundjet neurologjike më të shpeshta në botë, ndoshta edhe smundja më e shpesh në përgjithësi, që ndoshta në dukje të jashtme nuk paraqet ndonjë problem fizik për ata persona të cilët e vuajnë këtë lloj të caktuar të kokdhimbjes, por që vuajtja e tyre trupore dhe psikologjike, sociale në atë moment kur e kanë paraqet një sfidë dhe paraqet pengesë dhe vështirësi dhe në kufizim në funksionimin e tyre të përditshëm, qoftë në familje, qoftë në vendin e punës. Pastaj një grup tjetër të madh të smundjeve i kemi epilepsit, të cilët zakonisht karakterizohen me çrregullime të humbjes së vedijes dhe shtangime trupore, të cilet po ashtu jo të gjitha domosdoshmërisht është përcjellen me shtangime trupore dhe humbje të vedijes, po ka një lloj-llojshmëri në mesin e tyre, paraqet një det të tërë pastaj të formave të ndryshme të epilepsisë. Kemi smundjet të cilat i prekin arterjet dhe venat e trurit dhe të palcës kurizit, pra infarktet në tru ose gjakderdhjet në tru, të cilat paraqesin 70-80% e personave që hospitalizohen në klinikën e neurologjisë, sepse ato shkaktojnë deficite të papritura, të përnjëhershme, akute në funksionimin e pjesëve të ndryshme të trupit tonë, zakonisht të gjymtyrëve, ose të folur dhe të kuptuar dhe kërkojnë një hospitalizim për shkak se me vete sjellin një barë shumë të madhe, një smundshmëri dhe një vdekshmëri shumë të lartë. Pastaj janë grupi i madh i smundjeve neurodegenerative, të cilët po ashtu janë në rritje kohën e fundit, sepse intervali i jetës po zgjatet, kohëzgjatja e jetës po zgjatet, faktorët ambiental të cilët ndikojnë në manifestimin e këtyre smundjeve po bëhen gjithmonë më shumë prezente, duke filluar nga dotja e ajrit, duke filluar nga smundjet kardiovaskulare, duke filluar nga obeziteti e kështu me radhë, siç është për shembull smundja e Parkinsonit, smundja e Alzheimerit, dhe pastaj pashmangshëm edhe tema për cilën do të bisedojmë ne sot, kemi smundjet të ashtu quajtura inflamatore të sistemit nervor qendror, ku sigurisht fjalën më të madhe, peshën më të madhe dhe barrën më të madhe e ka skleroza multiple ose skleroza e shumëfisht, nëse tentojmë ta përkthejmë këtë fjalë në gjuhën shqipe, por mendoj që jo çdo term mund të përkthehet, përkatësisht gjatë përkthimit e humbat njohshmërinë ose depërtimin në publik, prandaj një botë e tërë njeh këtë si sklerozë multiple, prandaj mirë është të përmbahemi këtij diskutimi.